Puna në të zezë e paregjistruar në organet tatimore dhe pa kontribute të derdhura vijon të shfaqet me pasoja negative për xhepin e pensionistëve. Shifrat zyrtare të Institutit të Sigurimeve Shoqërore tregojnë se 353.000 pensionistë, nga gati 640.000 në total, marrin një pagesë pleqërie të pjesshme për shkak të viteve të punës së pamjaftueshme. Kjo shifër është rritur në krahasim me vitin 2024, kur ishin 316.000 pensione të pjesshme. Përmes një përgjigje zyrtare, Instituti i Sigurimeve Shoqërore thot për Report TV se vjet u lidhen rreth 55.000 pensione të reja, të cilat kishin mesatarisht 24 vite e 6 muaj punë, nga 38 vite 8 muaj që ishte detyrimi për të përfituar pensionin e plot. Për shkak të viteve të pakta të siguruara dhe kontributeve të ulta, vlera mesatare e pensioneve të pleqërisë në vend duket se qëndron në vend numër A. Pensioni i pleqërisë urban në fund të 2025-s ishte 20.123 lek, në rritje me 514 lek krahasuar me 2024-ën, ndërsa pensioni rural i pleqërisë u rrit me 435 lek vjet dhe arriti në 12.313 lek, duke përfshirë këtu edhe efektin e indeksimit që ndodh çdo vit në tetor. Përtej viteve të punës së padeklaruar, pensionistët e rinj po vuajnë pasojat e rënda të fshehjes së pagës reale nga bizneset, shoqëruar me kontribute të kurrura. Pensioni mesatar urban vjet ishte sa 23% e pagës mesatare të vendit, prej 86.984 lek, ose sa 50% e pagës minimale prej 40.000 lekësh që ishte në vitin 2025, ndërsa në raport me minimalen e këtij viti prej 50.000 lekësh, vlera e pensionit urban zbret në 40% të saj, kurse pensioni mesatar i pleqërisë rural është sa 13% e pagës mesatare dhe sa 30% e pagës minimale të vjetshme, ndërsa në raport me pagën minimale të këtij viti, pensioni rural ulet në rreth 24%. Përveç punës në të zeza apo nën deklarimit të pagave që si pasojë sjell kontribute të reduktuara e më pas pension të ulët, vendi po përballet me sfidën demografike, uljen e lindjeve dhe emigrim të fuqisë punëtore. Sot për të paguar 100 pensionistë kontribuan 117 të punësuar, ndërsa në 2030 pritet që kjo shifër të zbresë në 113 të punësuar. Ndaj edhe skema e pensioneve vijon të jetë prej një dekade deficitare.